Krasniqin, si dhe babajnë e ti Fitim Krasniqin. Mirë mëngjes, mirë se erdhët në studio. Rejan, mirë mëngjese. Nësi që të kemi sot në studio. Kemi njësë në fakt javën të folë këtu në studio në emisionit, do më pikrish për simbolin që e ke bo në Maltëzi, po që të ka penalizu. A je mërzit? Po, në fillim po, po tani u qetësova, se Shqipëria ka vlerë më shumë se një kupë. Wow, okej, mirë shumë. Ju e një babaj i... Unë jam trajneri i rajonit. Apo trajneri, kërkoj ndje, sepse... Trajneri edhe babaj, gjithashtu. Edhe babaj, super, më ndoha që jeni të ndarë në Jemi role. dy trajnerë, Yll Maloko dhe unë jam Fitim Krasniqi për ndryshe. E kemi klubin që e zhvillojnë adikon me rreth 30 fëmijë që janë aktiv në ping-pong. Në Podgorica Open morën pjesë që 4 vite radhazi. Zakonisht në vitet e kalume nuk kemi pos shumë ngritje të kupave, por si vjetë kemi marrë pjesë me 5 lojtarë atje. 2 kanë qenë në moshat U11, që është ndonë të pjesa e kategoria e ping-pongit, dhe moshat U11 e kemi pos një qike dhe një djallë, që kanë Erina Vranovci dhe Arjan Krasniqi. 2 kanë qenë kampion të kategorisë U11, pastaj filloi gara e kategorisë U15 kur Rejoni veç i kaloi grupët, i kishte disa ndeshje të vështira. Ma voni në finale ishte atmosfera pak ma e tensionume për shkak që Beshna i patu morë 2 kupa ma herët prej të njëjtit klub me 5 lojtarë, edhe filloi mu nxe pak situata. Në fund të ndeshjes ishte duke u bo, gjithmonë zakonisht e kam shprehime i bo ingjizim video që me i pos në kujtime fëmija. Edhe në fund Rejoni instinktivisht në duket e ka bo Shqipënjë, pa naj, s'kemi pos naj diskutim ma herët, ose planifikim, si qysh me bo festimin, edhe në fund kjo e bën festimin në mënyrë me Shqipënjë, dhe në momenti që e ka bo festimin me Shqipënjë, organizatori, apo personin e ka emrin në natë, mbi emrin s'po më kujtohet sakt, a i ka qenë edhe organizator edhe ka pos bashklojtar mrenda klubit personin që ka luajtur Rejoni me ta. Kundërshtarin e Rejonit. Kundërshtarin e Rejonit. Edhe tash momentin që përfundoi loja, pa u konsultu me tavolinën zyrtare që ishin mbrapa, që zakonisht në ping-pong do dhe ashtu, tha diskualifikohet për shkak që tëna është ndalu me tha me bo Shqipënjën. Na i thamë që në ping-pong dhe te ju në regulore nuk e keni të ndalume, nuk e shkruan kërkon që është ndalume sikur në futbol, që është e dina shumica që është ndalume më u festu me Shqipënjë zakonisht në për. Plus Rejoni kër e ka bo Shqipënjën, e ka bo kanaj, ka u koni këtym kanaj, edhe pjesa e jo për të provokuar. Jo për mi provokuar, nuk o këty ka tifozat. Edhe pas përfundimit të lojës. Edhe pas përfundimit, po kanë qenë klubet e Shqipërisë, do me thonë ka pos persona nga Shqipëria, edhe do me thonë pjesa që kemi si shajnë feste me atë tifozët dhe klubet shqiptare, jo për t'i provokuar të tjere. Jo provokimin. Edhe ata tani, nëse doni e vazhdoj edhe pak pjesën që ka vazhdu, ata vetëm kanë shku edhe u bo pak filloj një farë luge, filloj pak një farë mërzije fëmijëve, fëmija u emocionun, edhe ata fëmijë tjerë që i kishëm, veç filloj edhe Bile Rejoni filloj pak me qatë të pjesa e parë, thash nuk është me rëndësi kupa për neve, me rëndësi është që të e ke bo Shqipënjën edhe nuk e ke bo me naj qëllim për mi provoku këta. Ma vonë, mas 1 minuti 2 veç kanë ardhe dhe pjesa e Shqipërisë, klubet përfaqësuesve të Shqipërisë, edhe të federatës, disa për tyne kanë qenë disa antarë tyne, edhe kanë po dhe ata kanë mbrojt qëndrimin tonë se bile pyetja e organizatorit ka qenë a lejohet me festu me Shqipënjë. Se me nebet Kosovës se kishin se na i thamë që po ju tha atyne, tha po, tha nuk është ndalume tha me festu me Shqipënjë, tha se edhe kjo tha nuk ju ka provoku juve. Njoni prej atyne që tha, më thonë për kroja e klubet të Shqipënisë ka qenë jashtëzakonshme. Edhe për neve ishte përparësi për shkak që veç u bënëm 2 shtete edhe filloj pak me u qetësu situata, se për ndryshe do të ishte ndoshta naj verzion është edhe maj shtirë. A ndodhi diçka pas kësaj, pas reagimit tuaj, a pati naj reagim zyrtar, a ka naj mënyrë më kull naj kull naj kërku me naj shkru me shkrem. A ka ndonjë instancë tjetër që mundet me kthy? I thamë për me naj bo me shkrem. Ata thanë nuk japi me shkrem. Nuk pretendojshin. Tavolina zyrtare, po më duket ka qenë edhe bashkëshortja e organizatorit, ati personit në nadit, ajo i tha, lej, tha se është fëmijë, nuk është kjo, nuk e ka bo me provokim, tha kjo i ka veç 13 vjetë. Tha, edhe nuk e ka të provoku me këtë farë pune, ishte pak situatë tensionume, po në fund, ata tha, na po dojna, mujna me bo një kompromis.
me Juve, po ja vjopni kupën, po e merr një kupën si me thonë më një çështë aty, edhe nis në përshpejo, po ju te pjesa e podiumit. Na ishim 2 persona prej klubit ton, kryetari i klubit edhe on, edhe vendosëm që ose e morrim kupën në podium, Qysh duhet? ku duhet me morë, ose nuk e morrim heq edhe u largum prej Molit Zi pa e morë kupën. Nëse mund të pyes, e përmendet se para se të filloj loja ka pas tensione. Për çfarë tensione ka pas? Ndonjë fjalë edhe prej anës tyre? Qëre, provokime zakonisht provokime ka pas për shkak që ne kemi posë një lojtar që ka luajtur me të njëjtin lojtar. I njëjti klubit ton ka luajtur me lojtar ku ka humb 3 me ne. Po rezultati ka qenë shumë i ngushtë. Ajan Vranovci për ndryshe ka qenë atë, edhe rezultatin e ka pas mundësinë edhe ndoshta edhe me fitu. Dhe atmosfera kur hyni rejoni në finale veç ishte e tensionuar pej lojës të mëhershme, edhe tani filloj. Po, aty nuk kam pas tjerë të ndikim. Për këtë farë, pjesën e ka nisë në Nodi. Apo personi që ishte organizatori. Okej, është organizator, pa mund këtë fuqia është të madhe një organizator sa që të penalizojnë a fitoren e një dialogë zyrtare, është dorë zyrtare, kondëm pikëshërës. Turneri hapur. Ja, zakonisht turnet e hapur, nuk e di, në Kosovë është pak organizimi. Organizatori përcakton rregullat e lojës që është del? Me marrë tupin edhe me apo varësisht ç'është dënë, ç'është i konvenon. Është kemi lusi fëmijë këtë herë? Në turnet e hapur, zakonisht është një format që ata e kanë të caktuar me çysh duhet me u dijen rregullat çysh kanë më zhvilluar në ping-pong. Po, te pjesa e kësajna, te pjesa e vendimit, ishte vendim arbitrari ti. Domethënë, nuk ishte vendim se zakonisht, ne e dim në për turnet që marrin pjesë, merret pej grupit, apo pjesës tavolinës zyrtare, ne i themi, tavolina, apo arbitri është personi arbitri që merr vendimet të caktuara. Po në këtë rast ishte emocion i tij nga humbja kundër e lojtarit që e pa. Sa e penalizon mungesa e kësaj kupe Rejanin, apo nuk është ndonjë penalizim dhe aq i madh? Meqense është një organizim i tillë që mund të bëhet në momentet fundit çka dojnë, po më duket sipas ka një peshë dhe aq të madhe. Qëre, turneu i Podgorica Open zakonisht është që marrin pjesë diun 4-5 shtete. Të Kosovës kemi marrë rregullisht ka pas suksese. Po në këtë rast, nështë ta pak ma e veçantë për shkak se si klub na vitëm i kemi pos 2 kupa. Dhe kupa e tretë, kundërshtarit apo lojtarit të organizatorit, ishte pak ma specifik. Për ndryshe, personi që po e përmendmi, nuk është person që nuk njihet në fushën e ping-pongut. Qysh njihet ai? Njihet si... Njihet për këtë pjesë që e njohëm ne? Njihet si organizator i jashtëzakonshëm apo që ka zhvilluar pjesën e ping-pongit në Malzi, po zakonisht o njoft edhe prej shqiptarëve ndoshta o njoft edhe në një mënyrë pak më të mirë. Po në fond, si lloj politikoni i butë, që e ka pas një qasje ndaj shqiptarëve. Po në fund, menoj që e tregoj vetën e vaj se çfarë Rejan, çu shun ndjeve ti me këtë fitore? Jam ndje shumë mirë. Se Rejan ke fitu, pa marrë plasysh kupën, se ke me vete, ti e fitues i kësaj gare? Kam fitu, jam ndje shumë mirë. Edhe nuk besoj mas e kam bo këto. Mas e kam bo këto, nuk besoj që ma shkojnë. Që shkojnë, ha? Nuk dënë me shku në Malzi? Në gara tjera, ku ke marrë pjesë, çfarë suksesi ki? Po, ka mund të marrit edhe në përfaqësim të Kosovës në 2 kategori, U13 dhe U15, ku në 2 kategori të kalova grupët vetëm nga Kosovë. Ballkanik, në kampionat ballkanik i ka fjallë. Pse e bënë Shqiponjen, qysh termë e bërë Shqiponjen? Qëka në gjallë, çfarë lloj emocioni në gjallë dhe ngritja e durve në formë Shqiponjes? Se në turnament, Kosovë dhe Shqipnia i në konë të portë. Më kena bo më shumë sa Malzi, kena mujtë marri fiture më shumë. E din çka simbolizon kjo Shqiponja? Shqiponja e simbolizon identitetin, gjuhën e shqiptarëve edhe kosovarëve. A pate reagime pe shokëve, kolegëve ose garuzëve tjerë për gjestin që te e bone? Po kam pas reagime, kejtë kanë reagu, kanë thonë ata shumë të keqë, organizatori pse kanë bo këta. Sa ishte e vështirë loja kundër Malazezit këtë rast? Sa arrite me fitu, qysh arrite me fitu? është konë lojë ngushtë, nuk është qenë e lejtë, ku fituve me rezultat 3-2 dhe 11 ditë. Cëllë është synimi jëtë?
ku do me qu Shqiponjen normalisht edhe flamurin e Kosovës? Njëherë, në këtë vite në radhë, dua që t'ja jap Kosovës medaljen e parë ballkanike dhe pastaj synojmë më shumë në gara botërore. Bravo. A do ta bëje prap Shqiponjen? Varsisht rregullave dhe kushteve, sepse në disa vende ndoshta edhe nuk lejohet, ose që tjetë në ato vende ku lejohet bëhet. Zakonisht duhet me pas rregullore, si qysh duhet me, nëse nuk ekziston në rregullore, gjithçka që s'është e rregulluar, nuk mendoj që është e ndaluar. Përveç na shedina në pjesën e Serbisë, ndoshta mund të jetë pak më e vrazhd, po në pjesën e shteteve tjera nuk ka pas ndonjë farë ekses më herët. Po diçka interesant që është që në vitet e kaluara ka pas lejtor nga Shqipëria dhe nga Kosova që e kanë pas Shqiponjen. Po Dhe e kanë bërë Shqiponjen. Do më thonë të pjesa e podiumit, ku e kanë bërë dy bashkëlojtarë, njëri nga Kosova dhe nga Shqipëria, bile kam edhe foto të dëshmuara. Ka pas problemin të kaluara, po kjo është hera parë. Asnjëherë. Përveç organizatori ka thonë, kur e kanë dëshmu ata të Shqipërisë mas aty diskutimeve që ishin, e dëshmuan me foto që para një viteve që ka ndodhur kjo pjesa e Shqiponjes, se pjesa e podiumit aty. Çka thanë ata? Ata thanë ky personi, organizatori, tha nuk e kum po, tha se nuk ish kalu bashkë qështo. Po mduket aty në vetë ju kanë thonë largoni fotën, e mos e bëni të modhe, ama më shumë nuk ka pas ndaj kështu. Ndërsa te pjesa e duket normal një gjë e tillë, me shku në një garë dhe me festu me Shqiponje. E flamujta e edhe mu penalizu. Flamuri Shqipërisë, flamuri Kosovës. Sepse ti thua një atë vend. Por nuk ka flamura. Zakonisht nuk ka flamura në turne të hapur për shkak që nuk e kanë caktuar prej shteteve. Zakonisht përfaqësimi ndodh prej klubeve, jo prej shtetit. Ky nuk është turner që organizohet në nivel shtetor, por në nivel të klubeve. Na kemi edhe vetë që bojna organizimet nivelit të kësajna, ku kena pas pej Greqisë, sepse po të ishte penalizim dhe në listën e rregullorës me të vërtet do të ishte shumë gjuna me humb një shans tutje dhe një kup për duke bërë Shqiponjen. Unë po mendoj kështu. Më intereson, po më fal lutem. Se mi krejt minutat e fundit. Kërkesë zyrtare se me shkrim diçka për këtë diskualifikim. Kemi kërkuar fillim me na i dhon zyrtarisht një shkrim, nuk është, nuk e di, mendojmë ndoshta me ja bëni kërkesë edhe nëse personi nuk bë kërkim folje na në turnet që i organizon ai, na nuk marrim pjesë asnjëherë. Pra nuk do të merrni pjesë në turnet. Jemi krejt në minutat e fundit dhe të lutem Fitim të tregoj se ku do të jenë garat e radhës. Garat e radhës është kalendari vitit 2026, është kalendar shumë i ngjeshur te pjesa e aktivitetet ping-pongov. Premtoni shumë për 2026? Rejoni premtimet ndoshta do t'i lëmë ta bëjmë punën. Sa i përket pjesëmarrjeve në përgara? Po, pjesëmarrës në gara veç është në përfaqësuesit Kosovës, ftohet gjithmonë prej përfaqësuesës Kosovës që marrin në për turne të ndryshme edhe në për kampe të ndryshme. Tash frek kanë qenë edhe me një trajnere slovene, trajnerën e Darko Jorgiqit për ndryshe, që ka organizu federata, edhe ka pas fjalë të mira për rejonin prej shumicës trajnerëve që ka pas. Shumë suksese dhe faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne. Janë shumë suksese, shkëlqe gjithandej edhe sa më lart me ngrit flamurin e Kosovës, janë mos harro. Po sigurisht edhe Shqiponja që është simboli të gjithë shqiptarëve ku do që ndodhe. Me thonë rejoni me vazhdu të e bo Shqiponja në për gara. Me vazhdu, aty ku lejohet, po, aty ku penalizohet, aty ku penalizohesh, mos e bë sepse duhet.